Vëllezër shqiptar, jemi mbledhur sot këtu në këtë qytet të lashtë të Prizrenit, jo për të bërë fjalë, por për të vendosur fatin e dheut tonë. Rreziku që kemi përpara është më i madh se çdo rrezik që ka parë kombi ynë që nga koha e Skënderbeu. Fuqi të mëdha janë mbledhur për të ndarë tokat tona, pa marrë pëlqimin ton, pa na pyetur, pa na njohur si popull. Trojet tona, nga Shkodra deri në Janin, nga Prizreni deri në Manastir, kërkohen sot nga fqinjët tanë. Serbia kërkon Kosovën dhe Sanxhakun, Malizi kërkon Plavën, Gucin e Ulqinin. Greqia kërkon Janinën e Prevezën, Bullgaria kërkon anët e Manastirit. Por ne jemi këtu që du themi jo. Qëllimi i këtij kufendi është një: po apresim ovin armiqve të pashpirt, duke lidhur besën shqiptare e duke u betuar që t'i mbrojmë me gjak trojet tona, që na kanë lënë gjyshërit dhe stërgjyshërit tanë. Ne nuk jemi turq, dhe pse kemi jetuar me portën. Ne nuk jemi slav, dhe pse jemi fqinj me ta. Ne nuk jemi grek, dhe pse kemi tregtuar me ta. Ne jemi shqiptar. Kemi gjuhën tonë, zakonet tona, besën tonë. Kemi historinë tonë, të cilën askush nuk mund të na e mohojë. Dhe kështu, sot këtu, në këtë kuvend, unë deklaroj para jush e para botës: Shqipëria nuk do ta lejojë asnjë padrejtësi territoriale. Nëse fuqitë e mëdha duan të dëgjojnë zërin e shqiptarëve, le ta dëgjojnë nga kjo sallë. Nëse porta e lartë mendon se shqiptarët do të rinë duar kryq, le të na dëgjojnë këtu sot. Ne nuk dorëzojmë tokë, ne nuk shesim atë, ne nuk tradhtojmë gjakun në të parëve tanë. Ne kërkojmë atë që është e drejta jonë: bashkimin e vilajeteve shqiptare në një trup të vetë, vilajetin e Shqipërisë. Nëse bashkohemi, jemi një forcë që nuk thyet. Nëse ndahemi, humbasim të ardhmen. Prandaj sot, këtu, para jush, para flamurit tonë, para kujtimit të Skënderbeut dhe para syve të botës, unë propozoj këtë betim: betohemi në Zot, në nderin tonë dhe në gjakun shqiptar, se do t'i mbrojmë tokat tona me pushkë, me penë dhe me shpirt, deri në frymën e fundit. Kush prek Shqipërinë, prek nderin tonë. Kush prek kufijet tanë, prek jetën tonë. Kush prek një pëllëm të tokës sonë, do të na gjejë të gjithëve kundër. Vëllezër, lidhja që theret me lojmë sot nuk është vetëm një beslidhje burrash, është themeli i dheut që do të ngrihet pas nesh. Është fjala e parë e Shqipërisë së ardhshme. Është një këmban që do t'i thotë Evropës se kombi shqiptar ekziston, jeton dhe ka vendin e tij në këtë gadishëm. Dhe ne, që jemi sot këtu, do të kujtohemi nesër si burrat që nuk lejuan ndarjen e Shqipërisë. Prandaj o delegat të 4 vilajeteve, ejani dhe lidhni besën shqiptare. Për Shqipërinë, për tokën, për lirinë, për të ardhmen. Zoti e bekoft kombin shqiptar. Dhe në këtë lajm, Abdyl Frashëri u bë jo vetëm drejtuesi politik, por edhe ideologu i shpirtit të lidhjes së Prizrenit.